Me njëherë nga shtëpia e Big Brother VIP. Unë erdha te ju, po ato varzat i shapëm thrasin. Një shkodran që patjetër dashuron futbollin. Xenofishta. Refishatat janë bukura kur realizohen, po kur del huç janë shumë llim shmer. Nuk mund të mungojnë batutat. Po kollovartesh do një muaj të kosh. Do shkoj kollovar në kosh. I përshtatet edhe mënyrës se si më ka shku jeta, jam fix në vendin e duhur me Interin. Grop. Shkon formatit tim, por edhe deklaratat e forta. Vjen kesh do të nalim këtu se edhe shpesh herë thonë këtë vit apo na jep kampionatin Benet Beci, apo na jep Armando Duka, apo na jep Edi Rama. Rekordin e Luizit mund ta thënë vetëm. E vërtet apo jo? Po dyshim që është Miqtë Andale Sport, ja ku jemi në një Andale Sport VIP. Do thoni ju ç'ne? Shpjegoja pak më. Përshëndetje çuna dhe goca të Andale Sport, do ta nisim vitin 2026 me një tifoz Shkodran, tifoz Vllaznie, podcast gjithashtu bën, skautist futbolli, njeh gjithçka, VIP-i është Xenofishta. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam këtu, edhe që po nisi për ju këtë sezon vitin 2026. Kështu që suksesin e keni të garantuar, do të thonë se e kam kamën e marrë shumë. Prandaj direkt është, e nisim me një Shkodran vitin 2026. Sinjal ky që Vllaznia e kampione këtë vit? Sinjale kena pas çdo vit, po shpresoj që mos ndërpritet sinjali. Ky të vazhdoj deri fund vitit. Jo deri fund deri qershor do ishte. Kena sinjal se na kanë ballë me na kanë thonë në Shkodër e merrni titullin prej në gusht e dorëzonin maj. Baba që dol me një lagje tjetër, po rrisha te gjyshja. Kam pasi lidhje të tjerë zakonshme shpirtnore me gjyshen. Edhe po isha fëmijë edhe në gjosha si ishte pallati sportit që është aty. Bërhërit më thoshë, çfarë është kjo? Edhe më thet neshin në stadium, një ashtu me pantoflon direkt në stadium. Edhe se e kapalla pjesën e dytë, se natë ku ishte pjesa e dytë pa bilet. Por dhe me thënë ka dhe momente që du më nalë pak këtu, sepse aty ka kënë tregu, edhe e këshifte gjysha se e kisha me qef, kur del të bate pazarin, e mërë të vesht kur let Vllaznia, se unë isha fmi, nuk disha me ditë cilë me ka këtë javë ose javën tjetër. Për të me dje që lunë ekipi edhe kaq. Po, edhe vite gjysha se në do të ka neshe sa Vllaznia, mi lete lekte bilec, për mu më thote edhe për i shak tjetër, se kishte frikë me mlanë vetëm. Edhe kur kishte me në ekip që lutë Vllaznia, për shembull në ekip që militote i vit në kategori se ka kanë me 20 ekipe në atë kohë me 18. Edhe i thosha, si u do më kena fitu 2-1, po me cilë ekip? Se s'po përmend një ekipe për me ofenduar, i thosha me filan ekip. Sa thote, pa morë, thote 2-1 me na bë gol ata, po thote Vllaznia duhet me fitu 6-0, më 7-0. Sepse gjyshja, dhe më thonë, kam i njërit të emin që ka kënë sportist, kampion në mundje, një AGM-i, edhe gjyshja i dite, dhe më thonë, edhe figurat e sportit në Shkodër, edhe me taman, unë u mërzi që kur më thote kështu, jo me nani, thoshe, kena lujtë mirë, me sa kuptuar shumë në atë ko. Jo, marë, thote, duhet 7-0, thote, jam me në bagëll, thote. Edhe janë shumë gjana, shumë situata që mesin memori, edhe mendoj që edhe më vjen keq që unë fëmijët i kam lindë jashtë, po më vjen keq që ata emocione fëmijët e mi s'mund t'i marrin kurrë, domethënë. Sa do më çun stadium në për ekipe tjera i kam çu me te Meci atje ku kam jetu. Po se di, është ambienti. Është emocion është. Absolutisht. A mendon që kjo vazhdon nga që dikur futbolli ka qenë më popullor, të paktën në çdo qytet Shkodra për më tepër? A mendon që akoma Shkodra është kjo ideja që fëmijët e vegjël shkojnë në stadium dhe shohin ekipin apo ka rënë pak kultura e futbollit? Mendoj që edhe orientimi shoqënisë sot sikur është largu prej sportit, po kanë gjithmonë justifikime, ja pa nuk shkohet, ja pa nuk bëhet, po kjo mendoj që kjo gjë përveç se Shkodra ka 35% të popullsisë që ka emigruar, domethënë ka një tkurrje, po edhe orientimi për në sport është shumë i vakt. Unë kam dashur edhe duhet me propozu patjetër që historia e Vllaznisë duhet me kenë në kurrikulin shkollore, domethënë me kenë pjesë e mësimeve, patjetër për në Shkodër.
Plus duhet edhe diçka tjetër, çdo fëmijë ka pasion një sport. Patjetër mund të ketë volejbollin, basketbollin, po duhet më e bë si lëmë me zgjelli, duhet më kanë pranishëm në çdo ndeshje që luhet në Shkodër, duhet më kanë fëmijët e Shkodrës, sepse vllaznia është gjë e madhe. Është femë vete në Shkodër. Ti edhe vetë je mësuar me ambientet e podcastit, ka edhe vet, po mua më pëlqen më shumë emri që ke zgjedhur, nuk e di ku të ka shkuar mendja. Na shkojeta Rafishat. Si lindi kjo ideja? Po e kam bën në sinkron me mënyrën se si më ka shku jeta. Domethënë ndesha më bën ashtu jeta lëra dash, po thash pa bëj më sportive, Rafishat. Rafishatat janë të bukura kur realizohen, po kur del huç janë shumë llim shmet. Llimje mesi kur ka bën. Dhe te podcasti ka pasur goxha të ftuar interesante, ndërta, do ta përmend Po ndiqja. Ger Çarçani që populli Shkodran sikur nuk është se e do dhe e shumë, e ke pasur të ftuar. Tani më thuaj pak, do të ditë temat për të ndezura që ke pas. Për Ger Çarçani ndoshta do munal me fol 1 minutë sa Patjetër. Dalu 5 me shërafi përshëndet një herë. E përshëndes. Kërti një gazetar të vjetër. Unë dalja parë që kam dalë në herë, unë s'ka 8 muaj që jam kthyer në Shqipëri edhe me kamerat ka marsi, ka prilli kam fillu. Jam metuar po. Mu ambientu. Dalja parë ka kënë të Ger Çarçani në MCN, edhe disa lidhje direkte që kam bë, kështu që duhet ta falenderoj, por edhe nga ana sociale, edhe nga ana për me fol për domethënë për drejtimin e jetës, për situata të ndryshme, Gerti ka fol shumë pozitivisht edhe e vlerësoj, domethënë ka fol tamam si shok i mirë. Pavarësisht se gjithmonë mos e mbrapa është pjesë e batutës, kena batuta me të që nuk mërzitna me njëri tjetrin. Unë s'mërzitem me Ger Çarçanin për asgjë gjë. Edhe duhet ta falenderoj e vlerësoj shumë. Ai episodi i parë që ka dalë, duhet që kishte emocione në fillim, te i pari fare me Meridianin, dhe i the një shprehje kur e fillova. Pra e hapem me shprehjen, çfarë thuhet me jetën, ku e ke biçikletën. Me që Shkodran. Tani ti ku e ke biçikletën, se na erdhën pa biçikletë. Erdhën me biçikletë, ma kishte marrë math, ose mathën e bova me biçikletë. I thash na kuj tjetër për shembull kur vjen si ke marrëdhëniet me jetën, ku ke biçikletën, po me koletën, si je me koletën, mos e vazhdojmë si. Ja këto bejtë shkodranët famshme. Po ishim edhe mbrëm ishim i dark me Stinën, me Armirin, me të mallin që bën parashikimin e yjeve Ilir Vrenozi. Gol 3 plus Amreti. Këto janë yjet e tij, domethënë parashikimi i yjeve. Me këtë parashikimin e fundit i deri 3 plus i bërin qafë gjithë se nuk i doli. I morrin qafë tan, por thotë rikuperoni ka mundësi prap, thotë rikuperoni me parashikimet e ashtë. Ilir është personazh i madh. Po patjetër. Ka bërë dhe një performancë goxha të mirë, po ajo lidhja jote me Ilirin ishte edhe një vërtetim që aksi Shkodër Korçë është gjithmonë i mirë dhe në futboll edhe në marrëdhënie jetën duket. Patjetër, domethënë me Korçën janë dy qytetari që gjithmonë edhe në histori kanë tregu kulturë, kanë tregu vlera, edhe mendoj që e kena shiju edhe me Ilirin i kena kënë si mendoj një tavolinë kafet, pavarësisht se mendoj aty edhe për dinamika që kaloja nuk dha me as 10% të atyne gjanave si kishim me lanë, si për batuta, por edhe si mesazhe për me lanë, për brezat o arshëm, për ato eksperiencat që na kena pas një. Tani Seno po punon nën hije, sepse sfidën Dinamo Vllaznia e ndoqi bashkë me Ilirin në stadium. Jo, unë kam dëgjuar llafe që kur luaj Skënderbeu me Korçën, kur të vise, Korça vjen superiore. Po, Skënderbeu me Korçën. Me Vllaznia me Skënderbeun, kam dëgjuar që do ishte tribuna korçare. Apo nuk është vërtet? Po kollovartesh do një muaj të Korçë. Do shkoj kollovar në Korçë. Përmendëm pak më herët të faqen Vllaznia Diaspor. Si po thonë, ti e admin aty, ti e ke krijuar. Te Vllaznia Diaspor. Unë kam kënë tifoz. Që është faqe në Facebook, ë? Po, kam kënë tifoz i personali Skerdi Bejzades. Dhe Skerdi kur ka luajtur në Shkodër, përveç se lojtar në Shkodër e dojnë tanë, është një mik e Shkodrës, mu e më ka pru dhurata dhe karrocën e djalit, me thanë. Vlen për të theksu që kur e hap me atë si grup, banerin e parë që kina ba si grup e ka pagu Skerdi Bejzade me nanën e tij, dhuratën në Nallurin, që do ta përshëndesë, ta falenderoj shumë. Shive, vazhdon ironitë e tifozëve sepse e kanë kunjën që në fillim sezonit me transferimin e Grudës. Po, te Ignat. Tifozët e Ignatit thotë kërkojnë largimin e Grudës. Iran gjinahet tonë më duket. janë shkodran, janë të lezetshëm shumë tek grupi. Ne kanë pikë fort. Janë të lezetshëm shumë. Po, me kanë shkodran tana e ban thon,
dhe ti edhe scout talentesh, ndoshta nuk dihet ai shumë publik kjo, por ti ke një marrëveshje me një ekip në Afrikë apo jo? Po. Faktikisht mas i shkova në Afrikë, përveç se ishte një eksperiencë e bukur për si një shtet, si një vend që ja vlen për mua eksploru, po edhe shteti ku isha unë, Benini, ka shumë ndryshim edhe me vendet kufitare. Benini miku im? Midis Nigerisë dhe Togos. Okay. Ishin njerëz shumë paqësor, domethënë 3 javë aty si niva 2 vjet u bë fjalë në trafik. Veshin tonë s'kam fonde në kry, domethënë. Me rregull, po. Me rregull, dyqani 24 orë hapës, aty fshiqen, aty flashin, aty domethënë mu duk veti aty si mor Cristiano Ronaldo, si Brad Pitti, tonë ndoshin, malluroshin. Edhe tonë kishin ka 2-3 gra, njëna ja lill tek pus, tjetra zgillte. Ishte jetë shumë. Tani Seno, 3 javë aty. Po. Çfarë lojtarësh shpe? Do na sjellësh në një këtu në Shqipëri? Na tregon tani, hajde. Po, na bane me detyrimi bru. Kështu si na bane pyetjen. Firmosa e kontratë me një akademi. Edhe ja bona edhe çart për sa i përket mënyrës që nëse transferohen ta shohin Shqipërinë si trampolin, jo me ardhur në Shqipëri mos pretendoni taks formimit direkt, domethënë bazë performancë lojtarëve mund të vazhdojnë masaj procedurat për mi shlyr në detyrim ekipeve të akademive atje, sepse dieta e taksa formimit që është me rregull të FIFA-s dhe UEFA. Pova një lojtare femën shumë të mirë, kam folur me presidentin e vllaznisë Lazar Matia. Edhe mendoj që do të bëhet diçka, po në momentin që të bëjnë 18 vjeçë. Ishte një lojtare me nivel shumë të lartë. Çfarë roli luan? Sulmuese, shumë e shpejtë. Pra, Seno ka gati një sulmuese për vllaznin. Po. Një partner sulmi për Megidocin, i duhet ndonjë tjetër të bëjë. Edhe pova te kjo akademi, se ku shkova në fakt atje ishte periudha që kishte marrë sezoni, vetëm thjesht bëshin kështu turne, kështu neshësh miqësore. Përgatitore, po. Edhe po është edhe kampanja 2 lojtarë të mirë që më mushin synin, një lojtar Lleç edhe një vinger. Tani pyetja është ku do i sjellësh? Te vllaznia dhe këta si ajo sulmuesja apo? Kënaqësia është mi pru te vllaznia, dhe nëse realizohet po asnjë lloj përfitimi personal, sepse me vllaznin kam një marrëdhënie tjetër, domethënë nuk pa përfitim personal? Ekonomik, po, absolutisht të vllaznia s'mund të marrë. Ka përfitim emocional aty, është. Vetëm kënaqësi emocionale, por të vllaznia është ai përgjegjësi e madhe me pru lojtar në të synin tem, sepse kena po drejtora e menaxherë që na kanë pru lloj Madeinash, që s'kan lidhje me sportin, edhe sepse në Shkodër e njohin futbollin tonë dhe dojnë lojtarin teknik, lojtarin e dashur edhe për publikun, jo lojtar arrogant, jo lojtar me mall. Mendoj që janë lojtar edhe për moshën, po kur e pash edhe në çfarë terrenesh luasin atje, edhe se si arrishin me enal topin, do të si kanë terrenet dikur në Shqipëri, jo kështu sintetike, po ka pas lojtarë edhe më teknik në atë kohë. Ashtu ishte edhe, domethënë fusha, u niste topi me tardh, tokas vite topi te xhuni, po e gjeshin, ishin shumë elastik. I llogarishin kohën topit, mund të kenë vetëm nevojë mendojnë te pjesa taktike, me punu ato djem, por ona fizike, teknike, shpejtësisë, domethënë ishin. Vjen një lojtar joti në Shqipëri dhe luan për një nga 3 ekipet e vendit fundit. Në ndeshjen e fundit kampionatit, barazon vllaznia dhe goli që barazon e bën ky lojtar jot. Edhe humb kampionatin. Çfarë do i thojë mbrapa? Të shumë nuk jam tip që mallko i këndë, shaj i këndë, po do t'ja gjesha mënyrën që nëse me nesha për neshjet të fundit, me e qua ndaj koko ardhë. Në me thami marrë masat me këthy edhe herë në Afrikë. Prandaj thonë që nuk duhet t'jesh menaxher aty ku ke konflikt interesi. Ti ke konflikt interesi me Shkodrën duket. Pa tjetër, unë kam konflikt interesit emocional. Vllaznia është si që thash, është diqa molle për tonë Shkodrën, mos e shifni që ka mangësi njerëzve në tribuna, faktkesisht njerëz që kanë më përpara të vllaznia kanë pasi interes personal, se çdo vend e kanë përdor politikisht vllaznin. Politika na hallin kategori 2. Politika e kanë kategori 2? Pa tjetër, interesat nalta politike. Edhe lëramja vllaznis u bën një intrigë si tek Kodi Da Vinci. Ja fadurune në Voltana Ademit, po në mendoj që e ka helle majta.
Unë i majt jam tash mund ta lidhem pak me politikën si familje, po kur vjen puna te individa Shkodran, u bë diçka që mendoj që e helli. Jo mendoj, por për mua në synin tim është 100% që e helli e majta. Kampionati i këtij viti si duket. Kemi një kaç aty shkëputur pak nga ekipet e tjera dhe duket se deri në fund lufta ajo do të jetë, nëse nuk kemi edhe afrime nga ekipet e tjera. Lufta aty do jetë, po interesante është ose kryesore është që mos të ketë diferencë pikësh shumë me vendin e parë. Pasi këtë vit dhe për ata që këtë vit ndikon edhe renditja, pra nuk zerohen pikët fund kampionatit, por do përgjithmonë dhe ruhet ajo vlera e pikëve që kanë kampionat. Po, kështu që kjo është interesante. Ka ekipe që këtë vit mendoj që ka me kanë interesante pjesa e Final Fourit, sepse janë ekipe të mira që nuk janë larg katërsh, po mund të ketë edhe surpriza. Kampionati shqiptar e folim, po nga klubet europiane me KSN. I përshtatet edhe mënyrës se si më ka shku jeta, jam fix në vendin e duhur me Interin. Grop. Shkon formati tim. Du me përmend një lojtar që më ka pëlqyer te Interi, ndoshta nuk ka mojt shumë mend, po ka qenë një lojtar teknik, Stefan Dalmat. Dalmat? Ato s'ma ka mend. Vetëm si emër vegi më mbaj mend. Po, kur ka luajt ky? Shumë teknik. Ka luajt herë në kohën e Zamoranos, Ronaldos e Unë mbaj mend Nagatomo që ka qenë teknik i fortë. Rekoba, Alvaro Rekoba. Nagatomo ka qenë shumë teknik. Çfarë, kjo më duket më shumë mark telefonash. Ma me një kartë, ose lavatriçesh. Ka qenë kapiteni për kohën. Kush mendon që merr ligën e kampionëve këtë vit? Se kemi pyetje që ja bëjmë gjithë dhe në fund i mbledhim kush e qelloi. Ligën e kampionëve. Ligën e kampionëve. Duhet me thënë për hatër një shokut tim, Afrim Dibra, se është një tifoz i flakt i Real Madridit, edhe ai të bën blok, po ja shohë rolin. Bravo Afrim. Bravo Afrim. Po ja ngacmon Real Madridin, vllaznin dieta, ja pun po Real Madridin të bën blok. Shumë mirë, bravo qoftë Afrim. Ti po thua për hatër shokut. Po e meriton. Këtë vit sigur nuk e meriton shumë. E meriton Afrimi. Afrimi okay për Ali. Do luajmë. Po do luajmë pak. Kalojmë pak te varin. Varin kohët e fundit në Shqipëri ka prodhuar shumë polemika si fjalë, nga që po përdoret për kundërsulme në kampionatin shqiptar kjo fjala varin, për shkak problemeve të varit. Ne kemi rubrikë nga fillimi dhe kemi rubrikë lojrash, jo për negative. Kemi ca deklarata që thuan vërdall për vllaznin dhe për kampionatin shqiptar. Nëse ti mohon, shtyp pulsante dhe thua të kundërtën. Miti më i madh që kanë tifozët në Shkodër është që i thon vetes çdo vit, këtë vit do fitojmë kampionatin. Ne çdo vit kërkojmë kampionatin sepse siç e thash edhe më përpara, është vetë tema e vllaznisë, qyteti që patjetër edhe i vlen kampionatin shqiptar që vllaznia të jetë gjithmonë pretendente për titull. Kampion nuk ka tituj sa a dash me pas, po edhe ato tituj që vllaznia i ka kundërtanëve edhe halal, pa ja shtri dorën kuj pa na fal kurrë. A janë për shembull justifikimi më i madh që keni ju Shkodranët është fakti që keni arbitrat kundra? Jo, kjo nuk është një justifikim, kjo është një konfirmim ose vërtetim i gjitha rasteve që vllaznia ka pas çdo sezon. Për shembull, ka momente që edhe pse është vari, po është tamam varin, si e thotë ajo, sepse anullu për shembull po ju kujtoj golin për kupë me Partizanin të Aralic. Ai thjesht lojtari i Partizanit mbrojtësi u mbështet te Aralica që bani gol me kry, edhe arbitri shumë i nderuar, me nder me thon Olsejt Ferhati e anulloi. I keni të përplasim me arbitra shumë shpesh. Jo, po janë gjëra që i kena vujt shumë, nuk e dona sepse ta thash edhe çose ka i publik që s'den gjë me hile, nuk den vllaznia, as Shkodra gjë me të falën. Edhe vjen kesh do të nalim këtu se edhe shpesh herë thonë këtë vit apo na jep kampionatin Benet Beci, apo na jep Armando Duka, apo na jep Edi Rama. Ne na ka hell në kategori 2. Armando Duka i fush stërvitores na ka bë ekipit femnave, që ka bë histori, janë krenari për ton ekipet e femnave shqiptarisë. As atë që ta kanë që kanë lënë, ja më me prit në gjë më shumë. Vllaznia ka tifoza më shumë nga çdo ekip tjetër në Shqipëri. E vërtet apo jo? Po dyshim që është shumë e vërtet kjo. Vllaznia nuk ka vetëm në Shqipëri, po ka edhe në shqiptari mund ta quajmë. Ka për shembull vllaznia ka tifoza, figura
jo vetëm publike, po që janë edhe figura pozitive. Mund t'i përmendi këto Lori Kcanin, që e ka deklaruar se është tifoz i Vllaznisë. Gjakovar, edhe Gjakova me Shkodrën ka i farë lidhjet. Po përveç saj, edhe dihet historia e Vllaznisë. Najs Xhona, moderatori i duelit sportiv. Po. E ka deklaruar MC Kresha, një këngëtar pozitiv, një djalë pozitiv, e ka deklaruar edhe i ba me dhurat me anë një shokut të një fanel personalizuar që erdhi te një koncert në Shkodër. Po edhe ka qenë sportist, portier shumë i mirë MC Kresha, por për shkak një dëmtimit nuk u ballë, ka thënë se kisha dashur me lut me Vllaznin. Tani ka bërë kursin për drejtor sportiv, duket. Po, është një ekip Feniksi, është. Po. MC Kresha është shumë këmbët e futbollit. Si thot në këngë mreti, mos kisha repovat, isha kon tu menaxhu kanten. Po. Është personazh pozitiv. Seno, jashtë Shkodrës nuk e din madhështinë e vërtet që ka Vllaznia. Flitë shpesh kjo. Nuk e din sepse mendoj edhe njerëzit që kanë aty nuk kanë punu për sa i përket me vun jetë këtë gjë, sepse mendoj që Vllaznia duhet me pasë një muzeum. Muzeu i Vllaznisë, që nuk e ka. Për vetë faktin që është ekipi i parë i futbollit shqiptar, po edhe për lojtarët që kanë nxjerr, për kontributin që ka dhënë Vllaznia, një muze është gjë më minimale që duhet ta kishte Vllaznia. Një mendim thotë që titulli nuk erdhi për shkak që Vllaznia nuk ishte gati akoma ta mbante peshën një titulli. S'di shtypa tamam këtë. Vllaznia siç e thamë e mon peshën e titullit, a gjithmonë gati për titull, po vetë për dinamikën që ka Final Fouri, mund të qelloj një neshë që mund të jesh dop, po edhe një neshë që është mund të vendos titulli, ti je më dop se kundërshtari, sepse edhe neshët direkte po kthejnë edhe herë tek Natja, e kena shumë gjatë kampionatit, kena dalë barazim, po në atë performancë që ishte ajo finale, më mirë të ishim eliminu qysh neshën me Dinamon. Seno, dashuria për klubin shpesh e verbon tifozin. Po patjetër dashuria edhe në jetë të verbon, jo vetëm për klub. Dashuria është e bukur, dashuria është një njej që besoj që tanë e shijojnë, tanë e provojnë në atë mënyrën e vet, kështu që patjetër që jena të verbum mos dashurisë tonë, Vllaznia. A ka një koment online që të ka prekur më shumë nga një humbje e ekipit? Nga që edhe te grupi Vllaznia Diaspora mos në një koment pikant ka djegur pak. Me iden të ka ardhur keq. Më vjen keq vetëm kur gjejnë justifikime, vetëm te kjo pjesë. Më kujtën të komentet online që nisi me libër shtëpie që pa marrë pjesa para akoma. Ja, e di. Unë tham posmet, para si me komentu, sepse unë jam të kja pjesa tiks, duhet me nej, dhe më thanë gjithmonë, si edhe në tribun, me nej që duhet me kënë me etik edhe tifozat, ashtë ma shumë komente, se mund komentash edhe me adres falso, edhe me adres tonë, nuk ka rëndësia punë, po rëndësishme është me kënë mrena etik, sepse ka shumë figura të mira që na shujnë edhe në privat që nuk kam qef me komentu se i kthehet në kush me lloj fjalë që nuk e përballojnë, a kupton? Sena, apo zhduken tifozët e vërtet, po rallohen që të njëjë më shumë? Thash, janë rallu për shumë arsye, ka të bëj emigracioni, që ka Shkodra 35% më shumë se në tonë Shqipnin, që mund ta cej kolli diçka që Shkodër duhet tonë Shqipnia dash me shkon Shkodër, si Stamulli ka popullsinë më të madhe, vizitohet më shumë, po kryeqyteti është Ankaraja. Shkodra ka potencialin për atë gjë, po e kena pas jo për më justifiku, po tana sistemet e kena pas kundra, edhe siç e thash, ka pas edhe vite që Vllaznia ka qenë keq, ka 25 vjet pa dalë kampion, kjo ndikon edhe te fëmijët, domethënë nuk e din çfarë do të thonë. Plus që edhe me këtë kohën e internetit, me këtë kohën e rrjeteve sociale, rinia ka një orientim krejt tjetër, dhe më thonë janë largu shumë prej sportit. Dhe pyetja e fundit, nëse kampionati futbollit do të ishte me formulën e Big Brother VIP, a e fiton Shkodranët apo jo? Po mos t'jem unë konkurent e fitojnë, se nuk e fitova, dhe më thonë, qose puna për me fitu, pa tjetër që fitohet, edhe mënyrën që e ko fitu Luizi, mund të kemë fitu si për 10 tituj direkt, kështu që
Patjetër që mund fitohet, po në këtë rast joni, nëse jam në konkurrencë, sepse nuk e fitova. Edhe një pyetje të fundit me që më erdhi, po ti ishe një Big Brother vetëm me Shkodran, a do e fitoje ti? Ja. Do ishte tjetër lloj. Ja, shiko, në Shkodër mund të fitohet e me Shkodran, fiton gjithmonë publiku, kja kryesore, sepse mendoj që kanë çfarë mendi, kanë çfarë me pa. Po Shkodra, ja se mund Shkodran, po Shkodra ka njerëz që s'dihet është minjer, domethënë unë mendoj që po kthejnë edhe herë aty, rekordin e Luizit mund ta kthejnë vetëm një Shkodran. Jo të imitu, jo të okupiu, se ndoshta njerëz paragjykojnë të gjithçka. Kjo është ajo paranoja e lojtar konkurrentave të tjerë në Big Brother, o bubu Shkodran ky, po na merr para, por nëse e thën kush Luizin vetëm i Shkodran. Seno, kënaqësi të flasim për futbollin së bashku me një tifoz vllaznie, me një scout futbolli. Shpresoj që u kënaqe. U kënaqa shumë, edhe kur më ftove e prita me shumë qef këtë, edhe po më vjen keq që ndoshta s'po kena mundësi me u thonë që në parashikim ty jeve nga i malli Vrenozi për me Jo, shiko, telefonin e ke aty. Jo, e kam në karikim. E ke karikim, e marrim. Ti thamë na hajde ndeshje për të rikuperuar këta Tinderin se na morëm qaf. Shiko, mund të jetë rikuperim negativ, kështu që më mirë mos ta provoj. Ta lëm këtu, domethënë, ta lëm këtu. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për josh, edhe ishte kënaqësi. Faleminderit. Suksese Andales. Jeni me dama një podcast I lezetshëm sepse ka shumë rubrika edhe unë erdha te ju po ato varzat I shoha po më thrasin. Po ja, do shkojmë lart. Dallë mesazhin. Ju përshëndes tonëve edhe regjin ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Dhe tani Mantho kam një lajm veçantë, jo vetëm për ty, po edhe për ata që na ndjekin. Andale dhe Soka Albania kanë një bashkëpunim të veçantë për kampionatin evropian të mini futbollit që mbahet në vendin tonë. Për herë të parë pra vjen një europian këtu, do të jemi për të parë lojtar të Portugalia ka Nani, vetëm për ta përmendur, por ka edhe shumë lojtarë të tjerë, po ne kemi ndjekur pak kombëtarën shqiptare nga afër. Fanellat e reja tregojnë për herë të parë këtu në Andale Sport dhe ndiqni pak si është bërë dizajni I veçantë të fanellat tona. Ndiqni insertin. Okej, tani kam ardhur këtu bashkë me Lucën për të parë si do dizenjohet fanella re për kombëtarën shqiptare të mini futbollit. Luca, përshëndetje. Je mirë? Përshëndetje. Unë shikoj dy fletë bardha, tani dua të shikoj pak idetë tua të ajo fletë e bardhë. Të jemi sinqert, pas bisedës që pata bëk, e fillova të konceptu disa herë në kokë se si do e formatoja diçka të tillë dhe krijova ca ide primare. Sot do të zhvilloj logon në atë konceptin që kam unë kokë dhe që mendoj që funksionon. Pastaj gjatë rrugës do të tregoj detajet pse bëj atë lloj përzgjedhje. Ngjyrat që kemi duke qenë se edhe Soka Albania është një ekip kombëtarës shqiptare, pra duhet se s'bë simbolet kombëtare. Patjetër. Duke përfshirë me pjesën e Calcetos, që nuk është si futbolli I madh I cili logon sa më I madh jetë sporti, aq më minimal logo për arsye se madhështinë e ka në 12 lojtarë të gjithë famshëm. Kurse Calceto duke qenë se është më minimal, los për elita më të vogla, njerëz që e kanë një pasion pak më në personal atë pasion, se që gjithë ndjehemi futbollistë, unë los Calceto duket vetë futbollist. Futbolli ka këtë mirë që gjithë mund ta komentojnë dhe gjithë mund ta luajnë. Ke pjesa e logos do doja që të ishte më ngarkuar, pra të jetë logo e cila të ketë më tepër atë ndjenjen që është si ta them si një etiket birre. E kuptoj. Lidhet me Calceto dhe birra shkon mirë. Që do e ngarkosh atë. Se e mirë që ke menduar se Calceto dhe birra është kombinimi I dur. Këto e lapsa normal që përdorim dhe ne apo? Po. Domethënë nuk është sekreti këtu. Jo. Ka menduar që është sekret e veglat. Si dhe është dora apo shpada. Dora, po. Një page interesant për Pocket logo. Mendoj që pjesa që do jetë shtylla kurrizore e logos është mënyra se si ne do shkruajmë Soka. Soka do shkruhet në një mënyrë dhe si e kam zgjedhur, krijon disa rrath që është dhe lëvizja e topit. Rrathet janë të mësuar edhe nga vetë fakti I Olimpiadës. Olimpiada, futbolli, çdo top që duhet sporti është në formë rrathi, kështu që. Po si mendim fillestar është kjo.
Prapuruan pak atë idenë e flamurit edhe Po. këto. Dhe Shqiponja tjetë e zezë. Ka kaluar në përmendjen tënde shumë variante apo edhe ke shkruar shumë variante pastaj ke parë cili ka qenë më i miri? Kjo pyetje më pëlqen jashtë për arsye se të ndërtosh i logo do ta fantazosh dhe fantazia që përdor secili ka atë rrugtimin e vet. Do të tregoj një sekret dhe një mënyrë se si unë i ndjej ose i kontrolloj dhe i kërkoj gjonat në kokën time, në arkivin e kokës time. Takohem me dikë, flasim, dhe ndërkohë që flasim, unë jam duke përfituar gjonat që ai po më kërkon, sikur unë kam në xhep tash do ta nxjerr. E krijova që në momentin e parë. Sa po flisim, thash po, du ta bëj sepse në kokën time e krijova direkt. Ishte ngacmim shumë i mirë dhe në përgjithësi asnjëherë nuk dal fail me këto imazhet e para. Kjo është hapja që mendoj edhe për tek fanella, që dominon, janë të dyja kokat, janë dy shqiponjat, por të dominoj njëra. Personalizon çdo lojtar në fushë, që secili është një pjesë e kombëtarës. Pra që gjithë jemi një kokë. Ky është elementi i bukur, po. Në fillim nevoja që na intereson është gjëja që të jetë e personalizuar shqiponja për këtë gjë, që të jetë shqiponja e sokas. Shkrimi të jetë pasaporta, që të dihet që kjo është nesër pas nesër, ndryshon, mund të jetë një bluze e gjitha e kuqe vetëm me shkrimin, kuptohet. Mund të jetë vetëm shkrimi dikush mund ta bëjë me një sprej në rrugë, vetëm kur e sheh e din që është ajo. Pra pasaporta është shkrimi. Ajo që po shoh unë tani, që duhet ta shohi edhe kameramani, edhe publiku, është diçka shumë e bukur dhe më pëlqen shumë kjo logo që ka arritur deri tani. Pëlqen? Nuk kam fjalë. Shpeshherë, gjërat që ne bëjmë rrojnë më shumë se neve. Pra, të bësh një logo nuk është thjesht një detyrë klase, një moment, jo, është përtej asaj. Dhe në këtë pikë mendoj që Jurgeni e meriton këtë, ta varri me një kornizë. Çfarë revolucioni bë? Kemi përfundimin këtu. Edhe e dija që do ta ndjente kur mbaron Jo. Dhe ky takimi jon bashk, them drejtën si për mua, si për djemët, ka qenë një ëndër që ti të arrish në këtë pikë na krijosh një logo dhe një fanell që është e personalizuar nga ana jote. Kështu që unë jam Deri besim jemi. plot që çdo gjë të bëhet prej teje dhe jam i sigurt që ti do nxjerrësh një mrekulli dhe siç ta kam thënë, duhet që ti jesh pjesë e kësaj bluze, patjetër me firmën tënde dhe me një shkrim tëndin ose me një detaj tëndin që njerëzit ta dinë që kjo gjoja është bën nga mjeshtri Luca. Kampionati Evropian për herë të parë vjen në Shqipëri. Ne jemi mësuar bashkëpunim me më të mirë, të drejtën, si me Andalen, si me Lucën. 20 deri 24 maj, Tirana do të jetë qendra e mini futbollit në gjithë Europën. Kisha vendosur që në fillim që këto fletët e skicës, originalet, do i marrësh ti dhe do i vendosësh në kornizë, sepse ashtu bëhen pa vdekshme. Do jetë e personalizuar për ty, kështu që ta vendosim dhe atë këtu në kornizë. Më premtoj, kështu me shkrytme, më premtoj, ajo që merr vlerën me kalimin e viteve, është një pjesë që ty gjithmonë të kujton momentin ai Tegeli anash që mungon. Letra jonë e parë. Gjera mendoj që është moment kënaqërie për ty. Nuk është vetëm një flet ajo. Qërë, disi është puna, të falenderoj nga zemra, po Jo, kënaqësi e madhe për mua. këtë gjone kurzo e kishim bë vetë. Të jemi realist, në që të bëjmë diçka dhe uniformat e kalume po t'i shohësh, kemi vendosur shqipojnë diku, domethënë imagjinata jonë deri aty shkon, kupto? Është mjeshtri që të jep diçka që se kisha mënu kur që do përvaqësohesh me një bluzë të tillë dhe është kënaqëri për gjithë të drejtën. Dhe djemve kur e tregoj ky rast edhe të prek të drejtën, edhe fjalët tash që po i mendoj fjalët që më ka thënë Luca, përfshihem shumë do tash e kuptoj se ç'a do kemi mas një periudhë shumë të afërt që do të kemi mundësi të japim të gjithë njerëzve të tjerë. Ne vetëm vetë urojmë që sa më shumë fitore të kemi me këto fanella. Shpresojmë shumë. Mantho, për këtë javë duhet të komentojmë pak momentet më pikante nga java e futbollit dhe kemi patur plot gjëra për të komentuar. Apo ç'kishte këtë javë pafund. Ta filluar nga finalja që u mbajt me Kupën e Afrikës, që pati goxha tema interesante aty. Nga minuta 90 të hu, se para Nuk kisha parë kurrë në jetën time
që të markojnë një njeri që mban peshqir. në Luftë për futboll. peshqir, Dhe kjo ishte shiko- perk. Shiko pak çfarë ndodh, është portieri i parë Mendy. Portieri i parë i Senegalit donte për të fshirë Doreza dhe Sepse ishin nga shiu, sepse i plagur është këtë topi. Dhe tani ja kishin vjedhur peshqirin atij, ja kishin marrë këta çuna që mbledhin topat. Mos harroni që çunat që mbledhin topat janë nga Maroku, ose është Maroku vendi pritës, pra ishin maroken, kishin interesin e tyre. Një lojtar i Marokut del nga fusha për të markuar këtë që mban peshqirin. Ma Kjo gjej ishte një rast. perk. Lufta për Nuk e di. peshqir. Bëhet fjalë për finale. E fiks, janë pra fiks të detaje, to janë perla të futbollit. Shife si e ndjek ai për të marrë peshqirin atit pa pik lidhje fare, shife. Besoj që ka edhe momente të cilat nuk duken aq keq aty. Është bravo kameramani, është Bravo kameramani. komplimente kameramanit për këtë pamje. Prandaj Brahimi mu penalti më duket. S'mu Po, mu teksti tani. Ky O është zot pse nxoj këtë foto? Çka foto dash me të foto? Alvaro Arbeloa. Po. Lojtari i Real Madridit, shumë i lumtur me jetën e atij. Po. Ky është Alvaro Arbeloa. Trajneri i Real Madridit, dukshëm jo i lumtur me jetën e tij. Ora më fal tani. Të ta them tani. Ma thuj. Po si del burri në atë mosh, pa pikë sedre, thot presidenti Florentino Perez nuk ka faj, thot lojtarët nuk kanë faj, thot është faji im, po e ka sedrën që i trajneri, thot ore ta lojtarë nuk kanë mendere për të lutë Di mjaftueshëm. çka kam parë? Pas një faqe që thot gjitha kokat po i pret Mbappéja. Jo Mbappéja, jo. Është Vinicius i performanca pari. e dobët e Ore tij, është po që Vinicius i largohet më burr, trajneri, është Vinicius. Mbappéja. Po ti e peça bote Realin apo se pe? I kisha thënë tifozëve që kush vërshëllen brenda stadium, do ta ndjekim me kamerë, do t'i largojmë, do t'i lëmë në stadium. Është edhe gjithë stadiumi pra. Turpi zoti. O, lëre, di ku të na rrot. Pa Google e gjete, s'ka mundësi. Që ka numri 10. Numri 10 out of se, 10. Kontrolli i topave që ka Lana Rhodes është për numër 10. Për tu pasur cilin. Tani, me që tifozët e ti- Barcelonës me që ti do ankohen për ta varin. mbyll Jepi. me varin, Po. cilët unë i kam thënë shpesh që E është para, varin. Stop tu jer. E para, si më the mbas live-i kur morëm Superkupën, morëm La Liga në the, ikëm dhe aty the. Tak, jemi vetëm një pikë pas jush. Prit. Një pikë, Unë se ja u futi Sociedadi. Do të gjosh në njërë? Po, jo, mos kam marrë akoma, se Unë ndërrin të thash ty që fituam La Ligën. Vetëm një pikë pas jush. Fol tani. Po pra, jeni prap mbas nesh. Po edhe. Po mburësh që mbas meje. Jo Rafi Sociedadi. Jemi në vendin e parë, vazhdojmë me në vendin e parë. Dhe futbolli ka dhënë ndeshje si kjo, ku Barcelona kapi 4 shtylla, bërë 3 gole offside dhe nuk e di çfarë lloj magjie kanë bërë ata që doli 2-1, por ja që ndodh. Shifeni ju nga shtëpia offside-in që Flori thotë që nuk është e drejtë ose na dha offside takën. Por nuk është e drejtë. Vazhdoj të them që nuk është e drejtë. Mendimin e regjizorit ton Marcel dhe u tregoi foton. Kjo këtu është offside-i. Fal, zotëri. Prit, parove të flasim tani? Ky këtu është offside-i që goli super goli Mbappés në El Clasico u anulua dhe Flori atë ditë ishte i lumtur, është offside. Është identik rasti, tani po ankohet. Identik rasti, urdhroni. Ky e merr vullneti vetë dhe shkon te topi, nuk janë një Po lloj. si më vullnetive kur u nis topi mos do tri. Floro, në llogaritë e offside kur niset topi dhe kur vjen ky për ta marrë topin. Si? Miq, kjo ishte ideja të ishte një rubrik funny dhe të qeshte me çka ka ndodhur, por ma thon gjithmonë nuk rri pa nxjerr atë negativitetin që ka rast brenda. identik i El Clasicos. Identik janë të dy, shifi. Okej. Po ti thuaj që humbe, pra no humbjen me Sociedadin. Kuptimi unë jot, po ti mburem mburresh që jam që në je pikë mbrapa, tallit, por me një pikë. Jam në pikë Jo, tallit, pafshi- jam një pikë pas teje. Natën e mirë, gjithmonë duhet mburresh kur je mbrapa sepse përpara nuk del dot. Hala Madrid. Ándale.